Policia ka të dyshuarit e parë për masakrën e një ditë më parë në Vlorë, e cila ju mori jetën 3 shtetasve në një nga plazhet private. Leo Osmanaj, 19 vjeç, është i dyshuari kryesor për vrasjen e 3 fishtë të një ditë më parë në qytetin Bregdetar, ndërsa mësohet se ai është ndaluar në orët e para të mëngjesit nga forcat e policisë. Të dhënat paraprake të policisë bëjnë të ditur se i dyshuari kryesor për këtë ngjarje tragjike, Leo Osmanaj, ka debatuar vetëm pak minuta përpara ngjarjes me Sokol Isufajn, i cili dyshohet se ishte edhe objektivi i këtij krimi makabër që i mori jetën edhe 2 pushuesve në një nga plazhet private të dielën në Vlorë. Gjithashtu policia ka edhe një tjetër person të dyshuar për këtë ngjarje të rëndë, teksa identiteti i tij ende nuk bëhet i ditur nga forcat e policisë. Ndërkohë, në orët e para të ditës së hënë, policia ka arritur të gjejë armën e krimit vetëm 1 kilometër larg vendit ku 3 shtetas gjetën vdekjen. Pas ditën e së dielës, 3 persona janë ekzekutuar në një resort turistik në Bregdetin e Vlorës. Ngjarja ka ndodhur në plazhin e Kalas pranë ujit të ftohtë në Vlorë, në një zonë të mbipopulluar nga pushuesit. Nga breshëria e automatikut kanë gjetur vdekjen 3 persona, ndërsa viktimat nuk kanë lidhje me njëri tjetrin.